Me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit, falënderojmë të madhin Zot, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin për profetin sallallahu alaihi wasallam. باب استحباب تقديم دفع الضعافة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلي الصبح بالمزدلفة. Pëlqehet ose preferohet që njerëzit e dobët, gratë, shoqëruesit e tyre të lëvizin drejt Minas para se të vijë koha e sabahut, pra mas mesit natës. Ndërsa të tjerë duhet të rrinë që të falen aty. Pra në Muzdelife njerëzit e shëndetshëm rrinë. Ndërsa njerëzit le të themi e dobët, gratë, smurët apo shoqëruesit e tyre mund të lëvizin mas mesit natës. Ku shkojnë ata? Shkojnë për të gjujt gurët, ose shkojnë qabe, bëjnë tavafin, pastaj një gjujt gurët në darkët. E rëndësishme ka tolerancë për njerëzit në nevojë. Ndërsa njerëzit e tjerë vazhdojnë rinë, falin sabahun, bëjnë dua deri në lindjen e diellit, pastaj fillojnë veprimet. Nëna e besimtar Aisha radhiyallahu anha tregon, zbritëm në Muzdelife me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Suede i kërkoi leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të lëvizi para se të fillojë trafiku njerëzor. Dhe ishte një grua që ecte shumë ngadalë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lejoi asaj që të lëvizte para se të bëhej trafiku i njerëzve. Ndërsa ne të tjerët, thot Aisha radhiyallahu anha, qëndruam aty derisa lëvizëm të gjithë njëherësh. Thot Aisha tani, sa që do të kisha dhënë si puna Suede dhe që kërkoj leje, se më sa duket trafik i madh njerëzor dhe ka vujt. Po ashtu Esmaja radhiyallahu ta'ala na tregon se zbriti natë në Muzdelifes dhe nejtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u fal pak aty dhe pastaj tha, i thot Esmaja djalit vet, o bir, a iku hëna, do thonë a u shtu hëna? I tha jo, pastaj u fal prap, pastaj tha a u shtu hëna? Tha jo, tha po. Atëherë tha Esmaja lëvizim. Edhe lëvizëm bashkë me të, gjujtëm gurët, pastaj u kthye dhe e fali sabahun në çadrën e saj të Minas. E pyeti atë transmetuesi, tha mos jemi herët, tha o bir, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka lejuar neve të vjetrave, pra njerëzve të mosh, po ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që lëvizin mas mesit natës. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala tregon, أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعافة أهله. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon, unë jam ai i cili udhëhoqi familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë natë. Pra njerëzit dobët të lodhurit nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka udhëhequr drejt gurëve dhe Minas i ka udhëheq Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pra diçka që dihej, pra nuk është ndonjë gjë e re kjo gjëja që njerëzit e paqefshëm nuk presin deri në mëngjes. Gjithashtu thot Abdullah ibn Omeri, thot shoqëronte familjen e tij. Pra jo vetëm ata që kanë problemin, por edhe shoqëruesit. Ndërsa njerëzit e tjerë thot rrinin deri në faljet të sabahut, pastaj lëviznin drejt Minas. Pra ideja është duhet qëndruar në Muzdelife përveç se ata njerëz që kanë shqetësime mund të lëvizin para se të plotësohet koha.